Shqipëria synon të investojë në startupin e Mira Muratit. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur për herë të parë idenë që Shqipëria të bëhet bashkëfinancuese për një iniciativat më premtuese globale në fushën e inteligjencës artificiale Thinking Machine Lab, një startup i drejtuar nga Mira Murati, drejtoresha shqiptare-amerikane e teknologjisë OpenAI. Në deklaratë publike, Rama zbuloi se ka patur një bisedë direkte me Muratin, ku i ka shprehur interesin që Shqipëria të përfshihet financiarisht në këtë projekt, duke dhënë shtetit shqiptar rolin e investitori strategjik me teknologji të avancuar. Ka ardhur koha që shteti të hyjë në këtë lojë të financojë kompani dhe të përfitojë nga ato. I thash Mira Muratit nëse është mundur që të bëhemi pjesë e Machine Lab, dhe më tha patjetër, ndërkohë që 3 shtete tjera i kanë bërë tashmë oferta. Ai tha gjithashtu se bashkëpunimi me Muratin nuk do kufizohet vetëm financim, por dhe në përdorimin konkret të inteligjencës artificiale për ndihmuar Shqipërinë në proceset madhore siç është përkthimi dhe përafrimi i legjislacionit për integrimin evropian dhe lufta kundër korrupsionit në sistemin e prokurimeve publike. Sipas Ramës, Shqipëria po përdor tashmë inteligjencën artificiale për përkthimin e njësimin e 250.000 faqeve të legjislacionit të BE-s, një sfidë që zakonisht kërkon angazhimin e qindra përkthyesve dhe ekspertëve për shumë vite. Me ndikimin e teknologjisë, ky proces mund të përshpejtohet ndjeshëm.